Gjendemi në pjesën veriore të Mitrovicës, pak metra larg gjykatës themelore të Mitrovicës dhe stacionit policor të Mitrovicës së Veriut. Këtu pas meje gjendet një pumpë e derivatëve, cila deri para pak ditësh ka shërbyer si pikë e pumpës së derivatëve të kompanisë Veda Petrol. Kjo kompani në vitin e kaluar e kishte marrur këtë pikë të derivatëve me qira nga AKP-ja për 7.000 euro në muaj. Por deri të marrja kësaj pike nga Veda Petrol me qira kishte ardhur pasi që AKP-ja i kishte larguar në petrollin për këtu që kishte funksionuar ilegalisht. Me shumë pompozitet, 3 pika të vetë petrollit vitin e kaluar u hapen në Veri dhe 2 të Laboilit, të cilat paguajnë në mijëra euro qira për AKP-n. Kjo po edhe si shtrirje e sovranitetit biznesor në Veri. Mirë, po kur jemi disa muaj pas dhe rreth një muaj pas zgjedhjeve nacionale, kjo pikë është mbyllur. Asnjë vend në të nuk shihet asnjë shaj e Veda Petrollit, mirë, po për ironi edhe pse ka qenë në një kohë të Veda Petrol dhe tash është prap e zbrazet, shenjat e Nish Petrollit kanë mbetur ende prapa. Kompanisë Xhelal Sfejsla dikur e quan të si damori Gazpromit Rus. Ne do të tentojmë të kontaktojmë edhe me kompaninë Veda Petrol edhe me AKP për të parë arsyen pse është mbyllur kjo pikë, por njëkohësisht do të vizitojmë edhe pikat e kësaj kompanie të marra me qira nga AKP-ja dhe Posaves dhe në Zumi Potok. Unë jam para pikës të Veda Petrollit në Veri. Gëmë lo, po ta shkruajmë një mail këta. Po, a bën me ditë veç arsyen që mbyll pika në rrugën Mbreti Petar? S'ka positje u mbyll, ne kena kontroll, s'ka positje. E 2 pika tjera i keni mbyll? Ja, jo ato, jam të punu ato. Veç i kenë Mitrovicën e Veriut? S'na ka bën kur kosha se. Aha, faleminderit shumë. S'ka positje, shitje edhe kena mbyll. Për këtë arsye kom që u mbylla ajo pikë, se mendova për që Jo, për mbylljen e pikës në Veri se për shumë. S'ka pos probleme, as s'na pos kërkron, se në kjo mbyll vetëm për s'ka shitje, s'ka positje, kena mbyll edhe nuk marrin shkijet. Ja bojkota ishim punën edhe që... E anena i Posaves në Zumi Potok s'pi bojkotojnë, a? Unë nuk di ma shumë, ato janë të punu për momentin, ato nuk di për momentin.